nature, vlog, culture, history, PN Channel. Përshëndetje miq. Së pari ju falenderoj që jeni bërë pjesë këtij kanali duke më dhënë besim për të vazhduar rritjen e tij. Kjo është një aventurë jo e lehtë në kohën tonë, kur vëmendjen në YouTube e merr çdo gjë dhe shpesh na ndodh të largohemi nga videot pa mësuar asgjë. Për ta ndihmuar algoritmin që videot të shpërndahen më shumë dhe audienca të rritet, ju lutem, shpërndajini videot, bëni subscribe, like e komente. Para ca ditësh në kanalin tim ngarkova një video për manastirin e Ardenicës. Me që ajo video është një video gjatë me storytelling në anglisht, mendova ta sjell edhe shqip. Por kësaj radhe e kam shkurtuar duke hequr udhëtimin në makinë dhe duke u fokusuar vetëm tek ajo çka ofron manastiri. Këto janë pamje nga kodra e Ardenicës, e cila ndodhet rreth 18 km larg nga qyteti i Lushnjës. Manastiri ndodhet pak më lart, në një pozitë dominuese mbi fushën, në një lartësi rreth 287 metrë mbi nivelin e detit. Këto janë shenjat e para të pranverës. Rreth e rrotull është një pyll i madh me pisha dhe është një fat i madh që akoma nuk janë djegur. Urojmë që mos të ndodhë. Fatkeqësisht ka shumë vite që gjatë verës në 4 anët të Shqipërisë po digjen pyjet. Urojmë që ky fenomen të mos ndodhë më as këtu dhe as në një vend tjetër. E kemi lënë makinën në një vend të sigurt për të mos penguar qarkullimin dhe na pëlqen të ngjitemi në këmbë për te manastiri. Një pjesë e rrugës është me kaldrëm. Gurët e kaldrëmit janë të mëdhenj, një përzierje shtufë dhe gur gëlqëror. Ardenica është një vend shpellës dhe argëtues, shumë i vizituar nga turizmi. Këto janë disa nga pamjet e jashtme të manastirit. Mata në tyre kodrave është vazhdimi i fushës së Mëzëqes, pastaj vjen deti Adriatik. Këto janë disa nga pamjet e jashtme të murit të manastirit, dritaret e vogla. Hyrja është në anën perëndimore dhe është e pajisur me dritaret e vogla në faqen jugore të saj.
Këto dritare të vogla duket sikur të provokojnë mendimin se drita që bron nga brenda është më e fortë se drita që bron nga jashtë. Hajdru Selvije është rrëzuar nga koha, duket të jetë shumë i vjetër, ndoshta 500 vjeçar. Tani le të hyjmë e të shohim çfarë na ofrohet pas këtyre mureve. Sipas disa shkrimeve, manastiri ka fillimet e veta në shekullin e 10 me kishëzën e Shën Triadhës. Historia e tij i ka rënë që nga mesjeta, por data e saktë e themelimit të tij nuk dihet. Sipas historianit Ilirian Gjika, themelet e këtij manastiri janë hedhur në vitin 1282 me nismën e perandorit Androniku II, paleolog i Bizantit. Dëshmi tjetër për rëndësinë e këtij manastiri është dhe e dhëna burimore se në altarin e kishës së tij është bërë kurorëzimi i martesës së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit me Donika Aranitin. Ceremoniali mendohet se u zhvillua në mesditën e 26 prillit 1451 në prani të princave shqiptarë dhe ambasadorëve të Napolit, Venedikut dhe Raguzës. Formën si manastir e ka marrë në shekujt 13-14 në kohën e despotatit të Epirit. Kurse kisha lindjes së Hylinsës mendohet të ketë fillimet e saj në shekujt 15-16. Mendohet se themelet e këtij manastiri janë hedhur në vitin 1600 nga Simoni Ardenicës. Gjithashtu mendohet që në fund të shekullit 17 manastiri të jetë shkatruar. Forma e sotme e tij i përket një rindërtimi të shekullit 18. Në këtë shekull janë rindërtuar kisha e lindjes së Hylinsës, kishëza e Shën Triadhës, si dhe pjesë të tjera të manastirit. Ka një mbishkrim i cili na bën me dije se manastiri është rindërtuar më 1 maj të vitit 1778. Thuhet se manastiri u themelua mbi themelet e një tempulli antik pagan. Fare pranë këtij tempulli, në rrethinat e të cilit sot ndodhet manastiri, kalon të dega jugore rrugës së Manastiri është i tipit bizantino-ortodoks. Ai së bashku me konakët që janë shtuar më vonë, zën një sipërfaqe prej 2500 metra katror.
Ky monument përbëhet nga kisha Shënmërisë, kapela e Shëntriadhës, konakët, mulliri i vajit, furra, stalla e tjerë. Në qendër të tij ndodhet kisha Lindja e Shënmërisë, e cila është ndërtuar pjesërisht me gur të sjellë nga Apollonia dhe pjesërisht me gur shtufi. Kisha është e tipit bazilikal. Mjediset që përbëjnë këtë kishë janë Naosi, Narteksi, Exonarteksi 2-4, ku në fund u bashkangjitet këmbanorja lartë 24 metër. Në anën jugore ndodhet portiku i hapur, i ndërtuar me kolona dhe harqe. Edhe pse është akoma dimër, këtu ka aq shumë lule gjelbërim sa të krijohet përshtypja se është pranverë. Qetësia e manastirit, kolonat hierënda antike dhe gjelbërimi i japin një pamje madhështie. Manastiri i Ardenicës ka qenë mjaft i përmendur për pasurinë e bibliotekës së tij. Deri nga Greqia vinin në Ardenicë murgjë dhe priftërinj për të studiuar në këtë bibliotekë. Kjo pasurua me një fond të madh librash gjatë shekujve 17 dhe 18, sidomos nga ndihmat e shoqërisë voskopojase shoqata manastirit të Ardenicës, e cila i sillte librat jo vetëm nga Europa perëndimore, por edhe nga Hungaria e Polonia. Kjo bibliotekë ishte një thesar i çmuar kulturor, me rreth 32.000 vëllime, por u dogj fatkeqësisht nga zjarri në vitin 1932. Që prej vitit 1780 në manastirin e Ardenicës u hap edhe një shkollë tipit të ulët në gjuhën greke. Qëllimi i saj ishte përgatitja e klerikëve të thjeshtë për nevojat e kishës ortodokse. Lëndët bazë ishin Bibla, liturgjia dhe greqishtja. Ndërsa në vitin 1913 në manastirin e Ardenicës u hap shkolla e parë shqipe me mësues adhetarin Nikonom Kozma Dhima. Ndonë se u nisëm në këtë udhëtim në një situatë që premton të shi, këto her pas here në këtë kohë dreke shfaqen nga pak rrezë dielli. Këto pllaka gurit e lashta mbajnë përjet mbi vete gjurmët e njerëzve të shuar të një kohe tjetër. Tashmë është viti 2026, përjashta mureve të këtij manastiri mesjetar gëlon jeta moderne e një epoke të çuditshme digjitale. Ndërsa çdo gjë këtu të kujton se si ishte bota dikur. Këto kolona do të qëndrojnë këtu edhe shekuj të tjerë, edhe kur mos jemi më ne. Po afron koha të largohemi. Roja i manastirit i dhuron djalit tim 8-vjeçar Teodorit 3 limon. Një gjest thjesht mikpritës që na bën shumë përshtypje. Para se të largohemi, nuk mund të mos ndesim qirinë në kishën e Hylindsës për të lutur për vete dhe për botën tonë.
duke u larguar marrim me vete ndjesinë e një dite ndryshe në hirin e paqit dhe madhështinë mesjetare të manastirit. Duke e mbyllur, ju falenderoj të gjithëve ju që na ndoqët në këtë udhtim dhe ju lutem na bëni subscribe, like e komente që videot tona të shkojnë tek sa më shumë ndjekës.